Nëna, ja arriti të dilte me ju në... Jo, nëna për fat keq, që tash ajo në ato kondita me rritë fëmijët, me përballu dhe dhunë e policisë, ishte smu nga zemra dhe vdiqere 54 vjeqe vdiq në kamp. E vdiq në momentin më të trishtushëm, më të dhimbshëm, ku lufta e klasave ishte në kulm. Nuk pa, që me thanë, pak dritë jeshile. Ufto, është një jetë e gjatë dhe shumë e vështirë. Shumë e vështirë, me thanë. Po që njerëzit pa të shkuarën nuk e shohin do të ardhën, që gjithmonë ka vend për të kujtuar. Po, nuk jetohet me të shkumen, po nuk duhet të harru. Nuk duhet të harru që ajo mos përsëritet edhe në qofë se unë flasë apo bashkëvujtët që unë flasin. Qëllimi është i këtyre folmeve tona se mendoj se përcjellim një mesazh, edhe mesazhi është që njerëzit kanë të drejtën të shkojnë aty ku gjejnë vete dhe ne s'kemi pse ta urrejmë tjetrin, pse është i PS-s, ai PD-s, ai ballit, ai legalitetit, se cili shkon aty ku gjen veten. Dhe si keni gjetur veten jashtë, në një Shqipëri demokratike, po sa është arritur sot realisht tjetë demokratike? Shiko, në këto vende që punë në Shqipënisë, ku diktatura ka qenë jashtë zakonisht e egër, është vështirë të qenit në demokraci, është vështirë se ata që drejtojnë politikën janë pjesë asaj shkolle. E kanë vështirë me gjithse përpjekje ka pas që të shkputen sa tjetë mundur nga periudha e diktaturës. Edhe Shqipënia, një vend i vogël që Zoti e ka falë të mrekullueshme si klimë, si pasuri toksore, nën toksore, mirë po përsëri njerëzit vujnë për gjetë një punë, për Çfarë ka bërë shteti shqiptar në kaq shumë vite pluralizëm për ishte për ndjekurit, zotë Merat? Shiko, jeta nuk ka çmim. Mjaftojnë ato shpërblimet dhe shpërblimet që janë bërë u ban ligji dhe shpërblimit, po u ban një ligj me një defekt të madh, sepse nuk u caktu koha kur dhe marri fund. Dërshpërblimi ka filluar në 2009, ka dalë lista e parë. Sot ka jemi 17 vjetë që nga 2009 dhe vazhdon ende dhe nuk dihet edhe sa 17 vite do kalojnë që të marri fund. Pra, ligji u bë, por nuk u caktu në ligj që do marri fund për 4 vjetë, 8 vjetë apo defekti madh. Edhe ligji pati edhe defekte tjera sepse ne shtëpitë ne ishin konfisku. Edhe shteti bani shtëpia falas për ata që kishin një dokument për ndjekje. Dhe kur erdhi ligji i shpërblimit, shtëpiat që u dhan falas ju zbritën nga shuma që i takonte me marrë dhe shpërblimin edhe shtëpitë ju zbritën. Pavarësisht se pjesa më e madhe e qytetarëve i morën shtëpiat sipas sipërfaqes. I morën me ndihmën, për shembull, mora një hyrje, një dhomë i kuzhinë, as 50 metra nuk ishte. Megjithatë më duk që kisha marrë një pallat, edhe më zbritën nga shuma që më takonte 20 milion lekë. Kështu që unë për 24 vjetë ka marrë 500.000 lekë në vit. Si dërshpërblim. Po si të thash, jeta nuk ka çmim se ato që kemi kaluar nuk... Ju jeni gjallë, ju jeni shembull i forcës dhe pavarësisht gjithë situatave që keni kaluar, ka njerëz që janë kaq të fortë sa ju. Në këto momente më bjen ndërmend thënie e një burri që për fat keq nuk jeton. Ai thoshte,
ata njerëz të cilët dolën të pa implikum nga i shtet kriminal, janë njerëzit më me vlerat këtij vendi.